Cila është sfida më e madhe? Pse vendose të merrje coaching nga Eri? Pse s'po mundesh ta zgjidhje vetë këtë punë? Pse deshe ndihmën e Erit? Flasim closerin apo business and leadership? Për business and leadership builder, yes. Pasi mbarova closer masterclass, mora një muaj kështu pushim, edhe poshtë atë muaj kisha nevojë për dikë që më mban accountable, pra të përgjegjshëm për punët që duhet t'i bëj në biznes. Mhm. Nëse nuk e ke dikë, shumicën e rasteve i le, thu, hajtë se do i bëj herës tjetër, hajtë se do i bëj javës tjetër, hajtë se nesër. Svarrisim. I zvarrisim, si është qenie njerëzore jemi. Mm. Edhe kjo ishte një nga arsyet kryesore pse vazhdova me Business and Leadership Builder, ishte edhe pjesa tjetër që të mësoj të ndërtoj sisteme në Mhm. biznes që janë të kontrollueshme dhe të vënë në punë. Mhm. Mhm. Pra jo thjesht puno dhe mos dihet ç'a bëhet, po të kemi një sistem si punojnë. Aha, aha. Edhe njëjta gjë, në njëjtën kohë, si këshilltar i jashtëm, Eri është një person që e sheh biznesin nga jashtë. Pra sheh gjëra që ne nga brenda nuk i shohim. Mhm. Mhm. Pra si që thu atë shembullin që e merr me filxhanin. Pra nëse je brenda në filxhan, nuk sheh ç'a shkruan nga jashtë. Etiketën. Ndërsa një business coach e sheh atë nga jashtë, sepse nuk është brenda me ty. Ja, ja, ja. Nuk është perspektivë tjetër. Mhm. Mhm. Kur flasim për pjesën e sistemit, flasim për mënyrën e raportimit, për krijimin e departamenteve, për gjithë se gjërat që kanë bënë me pjesën e suksesit të përsëritshëm, apo ja. Shumë e saktë. No, okay, good. Sepse neve në Business and Leadership Builder nuk kemi interes suksesin. Ne problemin kryesor kemi si ta përsërisim suksesin. Fiks, fiks. Edhe, ja, ja. Mirë, Lani, si do ndihesh ti nga kjo sfidë para se neve të na bashkoheshëm? Nëse si do të bënte të ndihesh e kjo, nëse nuk do punonin bashkë. Business e leadership builder ti nuk do ta bëje, po do ta bëje vetë. Pra sistemimi, strukturimi. Si do ndihesh ti nga kjo? Do ndihesha goxha i lodhur, sepse do punoja, Mhm. por nuk e dija se a do e bëja mirë apo jo. Pra do bëja një gjë, një raport, një sistem dhe do e testoja. Dhe kush e di sa kohën do ma merrte deri sa ta bëja të duhurin. Ndërsa me trajnimin e Business and Leadership Builder, të duhurin e kisha të gatshëm. Thjesht ta mbush me numra dhe kaq. Mhm. Pra, ke kursyer dy gjëra, burnout, që nuk e kaluar në burnout, shumica e CEO-ve kalojnë në burnout. Fix, Të me i bëtë gjitha unë, sidomos mikromenaxhimi është problem. Mikromenaxhimi është vrastar. Kupton? fix. E dyta pjesa e kohës, mund ta kishe bërë për 5 vjet vet, për 4 vjet, për 6 vjet, mund mos ta kishe bërë kur, kurse neve e ngushtum edhe e bëm gati për 6-7 muaj. Good. Cilat janë tre gjëra që të ndihmuan ty, ose tre teknika, ose teknika ose strategji që të ndihmuan ty të arrije këto rezultate? Teknika e parë që e përmend gjithmonë ishte nga Closer Masterclass të krijojmë vlerë për klientët para transaksionit. Vlerë para transaksionit, okay. Bashkë me trajnimet me Erin, kemi kriju një kopsht me lule, mund të them, që bletët të na vinë vetë. Për mos të njekim ne bletët, por të na vinë ato. Pra, do më dhënë jo hunting, po farming. Ti mbjell Fix. kopshin dhe ata vinë vetë. Good, good. Fix. Pika numër 2, që është kjo më së fundmi që kemi bo, ishte roli account managerit në kompani. Mhm. Në ç'kuptim? Kuptim? Pra, Pra, në krijuan një pjesën, pozicion tripune, apo jo? Krijuan një pozicion yes, tripune, i cili menaxhonte portofolin e klientëve. Klientët janë pronë e kompanisë edhe duhen mirëmbajtur, nuk është thjesht lej aty të një finxhu. fajtër. Fix nga njerëzit e caktuar, cilët i caktojnë kompania, Mhm. të mirë mbahen, të takohen në një sistem të caktuar, në një kohë
të vazhdueshme, pra jo t'i lëm t'i flenë gjumë, po njerë një javë, njerë muj, varet si e caktojmë. Periodikisht, Pastaj, periodikisht. fiks, Aha. periodikisht, këtë desha të thëja. Ja, ja. Edhe të njëjtën kohë zgjerim tregu për këtë rolit të account managerit. Pra këto janë dy detyrat kryesore, mirëmbajtja e Mhm. klientelës edhe zgjerimi i tregut. Okej, dhe që aktualisht i po bën për portofolin tënd dhe po kontrollon dhe që closerat e tu të bëjnë rolin e account managerit duke i kontrolluar ti, pra duke raportuar tek ty një herë në javë, apo jo? Fiks, shumë e saktë. Mhm, good. Good. Dhe e treta? Strategjinë e tretë e identifikuam me erën që kishim një ngërç në proceset e shitjes Mhm. dhe kishim një strukturë që na prodhonte stres. Që nuk e dinim që po na prodhonte stres, por që na prodhonte vazhdimisht. Dhe bashkë me erën e bëm zgjidhjen për këtë pjesë, edhe tani kemi një strukturë që prodhon prosperitet, edhe gjithmonë ndjekim, mundohemi të ndihmojmë klientët sa më shumë. Po pra, domethënë kishe një bllokim ti aty, kishe një bllokim që nuk të linte të hapje më shumë, të zgjerohesh më shumë edhe me optimizimin e procesit shitjes, neve bëm këtë gjë. Yes, amazing. Shumë e saktë. Çfarë do u rekomandoje njerëzve që mund të jenë duke u menduar për të nisur një program me Eri Business Coach? Gjithmonë do ua rekomandoja që nëse kanë halle në biznes, nëse kanë të lashe në biznes, ta marrin cilin do program që eri ka, dhe edhe ai më i vogli do ju ndihmoj sa do pak, ndërsa ai më i madhi do ju prodhoj prosperitet, siç ka fillu të na prodhoj neve. Ja, ja, ja. Yes, është e vërtet. Dhe me thënë, për ata që janë skeptik, mund ta fillojnë një gjë të vogël, sa për të filluar dhe pastaj të shohim se si do na bashkohet projekti. Çfarë ti sugjeroj dikujt që sapo ka nisur programi Herin që të marrë 100% nga programi? Marrë 100% nga programi, të, të ndjek këshillat e erit. Pra të ndjek këshillat e erit, sepse eri merret me të në detajin më të vogël, pra në detajet më të hollësishme, Mhm. edhe për se cilin detaj ja jep këshillën ose mënyrën se çfarë do duhet të veproj. Për shembull, kur flasim për këshillën, konkretisht flasim për studimin e akademisë, për detyrat edhe për pjesën e angazhimit në grup, apo jo? Fiks. Pra angazhimi është gjëja kryesore që do ua rekomandoja atyre. Po pra, me që jemi këtu të rekomandimi, shumë thonë se mos na merr shumë orë pune, mos na merr shumë se s'kemi kohë, whatever. Ty mesatarisht në javë, sa mund të të marri ky programi Business and Leadership Builder? Mesatarisht, i merr 3 orë I në merr javë. 3 orë në javë është mëse normale. Mëse Yes. normale tash i varet, po nën 3 orë nuk 3 nuk orë është minimumi. është 3 minimum. orë është minimumi. Mhm, mhm. Po, nën 3 orë nuk është gjë. Dhe 3 orë për 7 ditë është okay. Mirë, Nani, dhe pyetja fundit është sa zgjati kthimi i investimit? Sa muaj zgjati kthimi i investimit? 2 muaj e gjysmë. 2 muaj gjysmë. Po flasim për Business and Leadership Builder. Yes. Të Yes. 2 muaj e gjysmë zgjati kthimi. Great, Pra, great. është program 12 mujor dhe për 2 muaj e gjysmë investimi u kthy, tash i kemi hapësirë vetëm të zgjerohemi më shumë. Zero më shumë. Dhe këtë e ke të bazuar mbi një ndjesi apo mbi bazë numrash konkret, bazuar të strategjie që ju i keni ndjekur? Në bazë të numrave të saktë. Të numrave të saktë. Okej, great. Great, Nani, great.